Një këshill për shëndetin. Kretë ju, familjet, kur të dëgjoni këtë video, du t'i bani këtë sene, që mos t'i përsërisin video të tjera se s'kam nevojë t'ju rri mbrapa nëse s'jeni fëmijë. Deri në momentin që jeni po video nuk jeni fëmijë. Kretë tigonat, fërteret, që janë non-stick, këto që nuk ngjisin, këto teknologjia re, këto merrni hidhi kretë. Mos i përdorni, këto janë plastik kancerogen, këto janë një dam kryesor që i shkaktojnë gjallësmën e njeriut. Tani, vojt, kikirik, lulediellit, këto që janë vojra që janë nga industria, që kanë gjasma kështu, që janë këto vojra, të keni parasysh ju si përgjithni, ju si skuqni me këto. Këto i hidhni. Do i thënë një alternativë tjetër se si t'i zëvendësoni këto dyja. Këto janë shkaktoko kryesor për smujën e njeriut, janë vrasësit e heshtur edhe si dini. Hidhni këto. Tani në tiganin do merrni stainless steel. Stainless steel. Është tigan, e dini ju, shumica shkojmë në supermarket, është pak i shtrenjtë ajo, s'ka problem. Për shëndetin, këtu po japim miliona njerëz. Stainless steel. Për vojnë do shkoni te kasapi e do i thoni du fet, mbleni fet, du fet natyral, viçit. Fet viçit, Thuj, ma bani makineri, futni makineri e bani mish të grim. Merë 4-5 kg. Merë në ata, futni një të nxere edhe nizne si të fillojë të shkrije. Kullone pasaj, ata vojnë që ka dalë, kullone, ndone mishën e shu dhe futni një leni jashtë të frye, do më thënë, leni jashtë të ngrije. Ta shia jo batë si sapun, klyn. Kur dush me skuq diçka, një steak, një vezë, një diçka, merë nga jo klina një lugë edhe hidhem t'i gatë stainless steel. Atëherë skuq. Sepse vjami dërën në temperaturat nalta nuk kthehet kancerogen. Këto vojrat që janë kretë këto, vojrat kikirike, voj lulediellit e voj mistrit që ka dalë këto janë kancerogen. Këto dhe ti pish kështu janë kancerogen pa u skuq, jo ma ku skuqet që banë vrasës të eshtur. Edhe voj ullinit nuk skuqet me ta se po që se digjet me temperaturë nale i humbet kretat vlerë ushqyese që ka. Voj ullinit përdoret ja edhe bukë sipër, ja edhe domate sipër, hat i gjallë, sigurisht. Prandaj voj lulediellit edhe kur bëhet, edhe kur shtypet duhet me qenë në temperaturë 23 gradë. Jo më tepër se vret ato vlerë ushqyese edhe kur del në fabrikë. Sa më i ftoftë, aq më i mirë. Domethënë sa me temperaturë më të ftoftë bëhet, aq më i mirë del vaj. Kështu që hisni tiganat non-stick që janë këto, edhe hisni edhe vaj që i keni këto, hisni direkt ju pa diskutuar në video të tjera. Ju si e shikoni edhe gjoni hisni këto. A kupton? Nëse doni me ditë se sa damshëm jam këto, shkoni studioni vetë, lexoni pak vetë, s'kam nevojë. Unë thjesht ju thon si këshill, hisni këto vrasës të heshtur.